Kryeministri Edi Rama ka dhënë shenjën e radhës për ndërtimin e një kulle tjetër në qendër të Tiranës përballë hyrjes së parlamentit nëpërmjet skenarit për të transferuar te Blendi Goxha një godim publike me qëllim rrafshimin e saj. Me justifikimin e nevojës për mjedisë aktivitetesh kulturore, Edi Rama me propozimin e tij dhe me vendim numër 67 datë 6 shkurt 2026 ka urdhëruar kalimin në administrim të Ministrisë të Turizmit, Kulturës dhe Sportit të godinës së shoqatës së ish të përndjekurve politik. Vendimi përcakton kalimin në administrim të ministrit Blendi Goxha të kësaj ndërtese në qendër të Tiranës në zonën më preferenciale dhe më të shtrenjtë për biznes ndërtimi, kuptohet për klientët e Edi Ramës. Ndarja kadastrale e kësaj godine është bërë në 4 pasuri, numër 6 461, 6 fraksion 463, 6 262 dhe 6 fraksion 263, të përdorura si zyra dhe një si tregtare me qira. Godina është dykatshme me sipërfaqe totale trualli 1228 metra katror pronë shtetërore. Në vendimin e qeverisë, kryeministri Edi Rama ka mashtruar duke e deklaruar monument kulture godinën e zyrave të shoqatës së të përndjekurve politik për të justifikuar transferimin e saj në administrim të Blendi Goxhas. Gjatë 12 viteve në pushtet, Edi Rama nuk e preku këtë godinë, të cilën tani e quan monument kulture, madje nuk i leu as fasadën, ndërkohë që para 7 vitesh e hoqi nga lista e monumenteve. Ndërsa tani që nuk ka më sheshe ndërtimi në qendër të Tiranës, ju vërsul godinës së të përndjekurve politik duke ja kaluar Blendi Goxhas, i cili zbaton pazaret. Kjo është pasuria e pestë publike në qendër të Tiranës, që kryeministri Edi Rama i kalon në administrim Blendi Goxhas si ministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit.